Mungesa e kushteve elementare për jetë, si kushtet e këqija higjienike dhe ushqimi i dobët, ka bërë që prej 3 ditësh mbi 900 të burgosur në burgun e Idrizovës në Shkup të hedhen në grevurie. Njëri nga të burgosurit që alsatmë arriti të kontaktoj nëpërmjet linjës telefonike, tha se ata tani më një kohë të gjatë po kërkojnë përmirësimin e kushteve, pasi burgu i Idrizovës sipas tij është ndruar në ferr. Që 3 ditë refuzojmë ushqimin në mënyrë më demokratike që ekziston. Domethënë nuk e pengojmë punësumit të administratës të burgut, nuk i pengojmë për kryerjen e detyrës të tyre. Nuk ka ne përveç të grevës me uri edhe kërkesat tona që kemi parashtruar, vetëm në atë aspekt përmbahemi. Ne i kërkojmë kushtet elementare të mundemi të bëjmë një jetesë normale. Përderisa neve, familjet tona, argjojnë çdo muaj nga 200 euro që të na bien neve ushqim, përderisa shteti neve na ka privuar nga liria, nuk do të thotë që neve jemi njerëz të arrumun ose të vdekur. Kjo është në një send mizore që as shtetet afrikane nuk e kanë gjendjen e këtij burgut. Nga Ministria e Drejtësisë nuk pranojnë që në burgun e Idrizovës ka grev. Një ditë më parë, ministri Blerim Bexheti tha se reagimet eventuale vijnë për shkak të vendosjes së rendit më të madh nga persona të cilët nuk janë të mësuar me një gjë të tillë. Informatat e mia nuk thonë se ka grev në Idrizov, nëse drejtori i burgut në Idrizov, në bashkëpunim me drejtorin e drejtorisë për kryerje të sanksioneve, gjithnjë më shumë dëshirojnë rend dhe rregulla. Normal është që ata që deri dje nuk i kanë respektuar rastet e tilla që të përpiqen të bëjnë grev. Nuk ka grev. Ndërkohë të burgosurit në Idrizov thonë se nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre që bien ndesh me vlerësimet e autoriteteve që lëvdrohen për zbatimin e të gjitha konventave ndërkombëtare për sigurimin e kushteve personave të privuar nga liria. Të burgosurit e Idrizovës thonë se në rast se shteti nuk është në gjendje të plotësojë kushtet, atëherë të merr ndonjë vendim për uljen e dënimeve.